Kështu ka qenë gjithmonë kjo rrugë? 34 vjet, kjo rrugë është hedhur zhavor këtu vetëm në kohën e atij merhumit të Enver Hoxhës që vinin në festën e Poçemit. Hidhin ai zhavor lumi, makinat atëre që kanë një makinë. Ose do kalonte udhëheqja, që do vinin në festën e Poçemit 14 korrik. Dhe ju s'ka parë me kjo. Absolutisht. Edhe e urë që u bë atij është bërë urë shtremur, mas e pat. Po, e pash. Kjo është situata. Edhe rrugën e keni përshkruar? Po. Pra gjithë kjo zona këtu nuk e njeh investimin. Jo, absolutisht. Kanë quar 3 dritra, shikoj dritat. Po. Fshatrat e tjera, pjesët e tjera ndaj kanë quar dhe i ka lidhur me korrent. Nesë na punë asgjë. Unë i jap 8000 lekë bashkisë muaj për muaj. 8000 lekë taks. Pastrim, gjelbërim, asgjë. Një kosh nuk e kam atje matante rruga. Vetëm ky këtu më thanë është. Vetëm ky kosh këtu. Unë kam atje poshtë e Varrezat shtëpi, atë gjade atje. Një kosh nuk kanë quar. Shikoj vendin atje si jesh, për turp. I jap 8000 lekë bashkisë në muaj taks. E të përshme. Po. Çfarë do kërkoje ti? Çfarë do i kërkoje? Do i kërkoja, ja këto do kërkoja, çfarë do kërkoj tjetër? Unë jam 61 vjeç ai se shkoj punë me. Fëmijët shqyqyr Zotit me shkollë, mësuan, janë në punë te privati, të 3 fëmijët. Me djersën e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Kështu. Po, edhe kjo nëse më lejohet ta them, këta tek asnjë s'ke besim. Këta janë të gjithë të lyer me pekmes. Thon plejt tan. Janë të gjithë të lyer me pekmes. E dhimbshme. Faleminderit. Faleminderit. Qofshi mirë.